Kjo është një protestë e organizuar në mënyrë të çorganizuar, këtë kam kuptuar si fillim. Është një protestë që ka nisur me një zonë të mbrojtur, po tashmë është përhapur dhe është bërë jo kombëtare, po dhe ndërkombëtare, sepse kemi parë që protestohet edhe në ambasada shqiptare në botë, nëpër botë. Kjo është një protestë e udhëhequr nga brezëri, pra ndoshta mund të ketë brenda edhe pak luftë brezash. Kjo është një protestë kundër politikës së vjetër 35 vjeçare. Dhe kjo është një protestë e cila është shpresë për procesin dhe për vendin ton, sepse mendoj unë që ka nxjerrë një aktor të ri në skenë, qytetarët. Ata të cilët gjatë këtyre 35 vite vështën që ne i bëjmë gjithçka për ta, partitë sakrifikohen për ta, kryetarët për ta, por në fund kemi mbetur pa shkolla, pa spitale, pa shërbime dhe në të fundit në garë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, kështu që këta po e udhëheqin protestën. Mua më vjen mirë që në protestë ose në leadershipin e protestës janë shumë të rinj të cilët kanë udhëtuar me ne të paktën këto 10 vite qendresë qytetare. Kanë qenë aktivistë, kanë qenë analistë, kanë qenë studentë aktiv në protestën e 2018-s dhe ju do të shihni që disa nga ato fytyra që ju i keni parë shumë të vegjël në 2018-ën me pankarta, sot kanë arritur të jenë profesionistë të rinj dhe të marrin një lloj dimensioni tjetër atë të qytetarit aktiv. Që do të thotë asnjë protestë nuk ka ikur kot. Edhe ajo e studentëve të 2018-s ka farktuar, sigurisht edhe me ndihmën tonë dhe të organizatave të tjera, ka farktuar disa lidera të rinj, të cilët sot janë shumë problem dhe janë për shumë problem për kryeministrin, për opozitën, për ata të cilët kërkojnë një establishment të pandryshuar. Sheshi është një konglomerat. Sheshi nuk ka organizator dhe unë për këtë jam i bindur. Pra, nëse sheshi do të kishte organizator, ai sot nuk do të kishte fuqi që të thonte protesta nuk bëhet në 6, por do bëhet në 5. Dhe jo te sheshi Skënderbej dhe kryeministria, por do bëhet diku tjetër. Sot nuk ka një njeri apo një grup që ta bëjë këtë. Sa kohë nuk është kjo, atëherë nuk kemi më një organizator. Kush është te sheshi? Te sheshi janë studentët të cilët, siç e përmenda, nuk i kanë larë akoma hesapet me kryeministrin, i cili u premtoi shumë pika në paktin për universitetin dhe shumë pak për tyre u realizuan. Në shesh janë ambientalistët, të cilët çdo ditë ju ka ikur nga një zonë e mbrojtur nën petkun e ligjit, legjislacionit dhe nga ana tjetër është shpërfaqur një qeveri e fortë në mes të Tiranës duke prishur çati lokalesh. Në shesh janë sindikatat që unë i kam parë, të cilët sigurisht ndihen të papërfaqësuar dhe ndoshta punëtorët ndihen të papërfaqësuar prej tyre. Në shesh ka aktivist, ka parti të reja, duhet ta themi edhe këtë. Kam parë ndoshta jo liderat e tyre, por formacione të partive të reja, të cilët sigurisht me drejtën e tyre protestojnë. Kam parë edhe parti të vjetra, kam parë për shembull zotin Dashamir Shej, i cili protestonte. Kështu që aty ka një lloj konglomerati që nuk mund t'i vetë dot një emër, por mund të themi që ka grupacione të cilat e përbëjnë të protestë. Kryeministri nuk ka rinë dot ta pranojë që ka qytetarët kundër. Pra ai gjithmonë mendon që qytetarët i sjell Greku, iraniani, që qytetarët kanë ardhur aty të mashtruar nga influencerat, që thoshte dje, apo nga rrjetet sociale. Kurse unë aty takoj qytetarë të tjerë, takoj inxhinierë, takoj profesionistë, të cilët nuk po ja dalin dot më në këtë vend, takoj të rinj të cilët nuk blejnë dot një apartament, takoj qytetarë që thonë pse zëndës kryeministrja ka 300 apartamente dhe unë s'kam dot një. Pra takoj njerëz të cilët kanë dalë aty jo nga rrjetet sociale, po kanë dalë aty sepse kanë një hall të madh, pra nuk po ja dalin dot në vendin e tyre dhe kjo për një qytetar të vendit të tij është pak problem. Kështu që kryeministri nuk bën mirë t'i tall ata, nuk bën mirë
Shoft edhe kryetari i opozitës nuk bën mirë të shigjetoj ata si mjeran, si opozitë e opozitës, si sorosian, pastaj epitetet të cilat mund t'ju tregoj në detaj, aty ishte në protest një person i cili më ka sulmuar dhe mua si person që influencohem nga Sorosi, njeriu që ka marrë shpatën e Sorosit dhe tha edhe mua, sa më quajti Sali Berisha sorosian, tha. Kështu që në këtë kuptim partitë e vjetra ose dy liderët e vjetër Rama dhe Berisha e kanë humbur refleksin politik për të kuptuar protestën dhe për ta kontrolluar protestën. Prandaj ata shigjetojnë, provojnë, një ditë nxorën policin, u tërhoqën, pra nuk po arrin dot ta kontrollojnë. Ka modele të cilat kanë mbijetuar dhe kanë triumfuar. Ka modele në Ukrainë 2014 dhe 2004, ka modele në Bullgari, ka modele në Rumani gjithashtu, ku protestat e 1% ose 2% të qytetarëve ja kanë dalë të rrëzojnë kryeministrat. Pra nuk është e vërteta ai që thot kryeministri që duhet të dalë një 800.000 në shesh që i kanë dhënë votën, pastaj ai t'i jap dorëheqjen, sepse vota nuk është diçka statike, vota është likuide, sot e ke mbështetjen time dhe nesër nuk e ke nëse ti merr vendime të gabuara. Kështu që unë mendoj, gjithçka do të varet nga rezistenca atyre njerëzve që do të jenë aty, nga përshkallëzimi i protestës, nga mesazhet që do të transmetoj protesta dhe nga solidariteti që do të tregojnë qytetarët. Ata mund të jenë të organizuar, ata mund të bëjnë gjithçka, ata mund të kenë dhe median në krah dhe e kanë media në krah, opinionistët i kanë në krah, por nga ana tjetër protesta sa më shumë të zjas i delegitimon këto mjete. Pra, ju e keni parë që media 3 ditët e para nuk ishte në protest, por ama ditën e 4 u detyruar të vinte, sepse çfarë është media në kuptimin e parë të saj, është një mjet apo një pushtet që duhet të shërbejë interesit publik, pra nuk mund të shërbejë interesit politikanit. Në 3 ditë e para ishte në këtë krah dhe me kalimin e kohës dhe shumë opinionistë u kompleksuan nga protesta, në fillim e targetuan, e sulmuan dhe pastaj u rreshtuan në krah të protestës. Kështu që kjo është një valë e cila mund të marrë gjithçka përveç 2 individëve të cilët janë motoja dhe slogani i protestës, Rama dhe Berisha. Besoj që aty ka në punës të administratës publike. Nuk po them fëmijë patronë. Aty kanë në punës dhe jam i bindur për këtë dhe kam 10 mesazhe në telefonin tim të tjerë që duan të vinë aty. Kur ti e jep votën nëpërmjet një lloj presioni mbi pagën, mbi bukën, mbi shtëpinë tënde, unë të kuptoj. Kështu që në këtë kuptim ka shumë që duan të jenë aty dhe prandaj Rama nuk mund të përdor vetëm votën dhe ndoshta fëmijët e tyre, ndoshta të afërmit e tyre, por edhe ata vetë duan të jenë aty. Unë nuk mund t'i quaj nën punës të administratës patronazhist. Patronazhist janë ata të cilët janë antarë të partisë, të cilët drejtojnë strukturat dhe marrin dhënat personale të qytetarëve dhe i përdorin, por shumica e qytetarëve, qofshin këta punonjës të shtetit apo publikut, duhet të kuptojnë një gjë që sot nuk na ndan dot vendi punës. Sot na ndan gardhi i cili u vendos në Zvërnec, gardhi i muskujve dhe i pushtetit përballë gardhit, ata gardhit ku ishin qytetarët. Dhe secili sot duhet ta pozicionoj veten, këtej apo ande, nuk ka më mos dilse toqa rrogën. Ne kemi parë protesta në Pogradec, në vendet Majta, në Fier, në Librazh ka sot protest, në Korçë, që mund të kishte 20 vite pa u protestuar në Korçë, domethënë dhe protest që i ngjan asaj të Tiranës, kështu që është thyer edhe ky mit. Në qoftë se do më pyestin duhet të ketë një grup organizator apo jo, do isha kundër. Pse? Sepse një grup organizator nuk do të bënte as më pak as më shumë se çfarë po bëhet në këtë protestë. Mesazhet janë të qarta, kërkesat janë të qarta, njerëzit janë të përbashkuar në një mesazh, në 2 mesazhe. Kështu që ai grupi thjesht do jepte mundësi partive politike të vjetra që të targetonin, ky është kushëriri filanit, ky ka qenë tek filan parti apo është paguar nga filan fondacion. Kështu që më mirë që jemi në këtë situatë dhe ndoshta kjo është suksesi. Protesta nuk mund të merret si një manual. Pra
prandaj ju e thatë lufta e brezave. Pra ky brez kështu ndoshta proteston. Pra nuk është të thënë që të protestohet se më ka bërë një pyetje zoti Fevziu kur isha para 3 ditësh në emision, që ne në 90-ën kur protestuam krijuam një parti. Këtu kemi 125 parti, nuk mendoj se është kjo nevoja që ka Shqipëria një parti tjetër. Nevoja që ka Shqipëria sot është garanti i të mirës publike që duhet të jenë qytetarët, ata të cilët sot janë në shesh, dhe ata nuk po lejojnë sot që të grabitet prona, që të abuzohet me qytetarin, që korrupsioni të jetë si do është flamuri i qeverisë, dhe këtë po kërkojnë ata. Tani, a mund të përfitoj dikush, aty mund e përmenda, ka dhe parti të reja, të cilat ata nuk kanë ndonjë ndoshta në një pasojë ose nuk është se kanë bërë diçka të keqe ndaj këtij vendi sepse s'kan pasur pushtetin. Dhe sa kohë ata nuk kanë kosto politike, ata mund të jenë pretendent nëse kryeministri jep dorëheqjen, por pika e parë është të arrihet kërkesa, pra të jap një dorëheqjen kryeministri, pastaj kalojmë në një diskutim tjetër. Qytetarët janë aty, kështu që kemi çfarë diskutojmë. Fakt mua slogani Shqipëria e re më vjen me një orë të re, me një frymë të re, me njerëz të rinj dhe kjo i ka dhënë më shumë shpresë Shqipërisë. Ora 6 mund të jetë ora e të vërtetës, protestës të vërtetë, qytetarëve të vërtetë, ata të cilët nuk bërtasin aty për interesin e të tjerëve, por bërtasin aty për interesin e vet, familjes tyre dhe atyre shqiptarëve që tashmë kanë marrë valixhet dhe kanë emigruar.